Një togar I inteligjencës ushtarake serbe është në mesin e 3 personave ndaj të cilëve prokuroria speciale ngriti akt akuzë për sulmin me rreth 20 kg eksploziv të kryer një vit më parë në kanalin e Ibër Lepencit. Akt akuza përfshin vëllezërit Jovan dhe Dragisha Vicentjević, që akuzohen për rrezikim të rendit kushtetues me shkatrim apo dëmtim të instalimeve dhe pajisjeve publike dhe për terrorizëm. Ata dhe Igor Dimiqi akuzohen edhe për armbajtje pa leje. Sipas njoftimit të prokurorisë, dy vëllezërit Vicentjević akuzohen se e realizuan sulmin mbi infrastrukturën kritike në fshatin Varag, që ndodhet në veriun e banuar kryesisht me serb. JV dhe DV akuzohen se lëndën shpërthyese e kanë aktivizuar përmes një çante të cilën e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, ku si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit të kanalit Ibër Lepenc, është shkaktuar ndërprerje furnizimit me ujë të pejshëm, është rrezikuar prodhimi I energjisë elektrike dhe ndërmarrjes Ibër Lepenc, I është shkaktuar dëm në vlerë prej 376.774 euro e 70 cent. Sipas akt akuzës, Jovan Vicentjeviqi është togar në Agjencinë e Inteligjencës Ushtarake të Serbisë VBA dhe akuzohet për spionazh. I pandehuri JV akuzohet edhe për veprën penale spionazhi. Sipas akt akuzës, I pandehuri deri në momentin e arrestimit në cilësinë të rekrutuarit në shërbimin informativ ushtarak të Serbisë, togar ka vepruar dhe ka ndihmuar këtë shërbim, duke mbledhur informacione dhe dokumente të klasifikuara me qëllim që të njëjtat t'i përdor gjatë aktivitetit të tij të kundërletshëm në territorin e Kosovës. Sulmi në kanalin e Ibër Lepencit shkaktoi ndërprerje të furnizimit me ujë të pjesë në shumë komuna, me që nëpërmjet tij shpërndahet uji prej liçenit të Ujmanit tek 2 rajone, ai Mitrovicës dhe rajoni I Prishtinës. Autoritetet intervenuan me njëherë me qëllim për ta evituar dëmin në korporatën energjetike të Kosovës, e cila nëpërmjet këtij kanali siguron ujin për ftohje. Sulmi terrorist në Varag të poshtme të Zubin Potokut është I dyti I përmasave të mëdha pas atij në Banjsk. Për të dyja sulmet, institucionet e Kosovës e kanë bërë përgjegjëse Serbinë. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić pati premtuar në disa raste se autoritetet e shtetit që udhëheq do të bashkëpunojnë për çështjen edhe me policinë e Kosovës, por Beogradi zyrtar nuk është përgjigjur kërkesave të prokurorisë speciale për bashkëpunim në hetim.